Në 30 vjetorin e marrëveshjes së paqes së Daytonit, presidenti i Republikës Bayram Begaj mori pjesë në takimin me temë fokusimit te paqja dhe prosperiteti në Ballkan, ku theksoi rëndësinë historike të kësaj marrëveshje dhe rolin vendimtar të SBA-s në sjelljen e paqes në rajon. Presidenti kujtoi se 3 dekada më parë në këtë qytet, diplomacia triumfoi mbi shkatrimin dhe marrëveshja e Daytonit i dha fund një lufte të egër në Ballkan, duke mbetur gur themeli i paqes, stabilitetit dhe shpresës. Ne shqiptarët e kuptojmë vlerën e paqes sepse e kemi përjetuar vetë pasojën e konfliktit. Kosova sot qëndron si një shtet i ri, i pavarur, demokratik dhe funksional, një dëshmi e fuqishme e potencialit për transformim përmes sakrificës dhe dialogut, tha ndër të tjera presidenti Begaj. Ai shprehon mbështetjen e Shqipërisë për marrëveshjen e Daytonit dhe theksoi nevojën për integrimin euroatlantik të Bosnjë-Hercegovinës, duke lidhur këtë me përkushtimin më të gjerë të Shqipërisë për paqe, siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe fqinjësi të mirë. Presidenti Begaj nënvizoi rëndësinë e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa udhëheqjen amerikane, marrëveshja e Daytonit dhe pavarësia e Kosovës nuk do të ishin të mundura. Rajoni nuk do të kishte arritur stabilitetin që ka sot, u shpreh ai, duke vlerësuar angazhimin e vazhdueshëm të SBA-ve, NATO-s dhe BE-s në Ballkan.